duhet të bëjmë kur stimulimi është i pasigurt dhe i dëmshëm për fëmijën. Këto janë rastet kur fëmia godet vetveten, kafshon dorën, godet kokën, godet të tjerët. Në këto raste nuk duhet ndëshkuar, as nuk duhet ndaluar me forcë, por duhet kuptuar fëmia dhe qasja jonë duhet jetë qetësia dhe neutralitet emocional. I duhet qëndruar pranë, nëse pranon që t'i themi diçka, mund t'i themi fraza të thjeshta si je i sigurt, jam këtu, por nëse nuk pranon fjalë, atëherë thjesht duhet të qëndrojmë afër tij, duke i treguar që jemi aty, mund ta përqafojmë, mund t'i japim një ledhatim. Në çdo situatë të stimulimit të dëmshëm, e rëndësishme është mënyra se si qasemi ne emocionalisht dhe mbështetja që i japim fëmijës. Stimulimi, qoftë edhe i dëmshëm apo i pasigurt, është një thirrje për ndihmë, është një mënyrë me të cilën fëmia po na komunikon diçka.